gusht në rove për mi malti o Krisht Perëndi, dhe u tregove në zënës vetë tu lavdinë tënde sa mundi. Ditën e njëjtë, 6 gusht 2026, në të kremten e metamorfozës së Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht, do të kryhet liturgjia hynore në ndërtimin e forlumturisë së tij kryepiskopit Joan në kishën që i dedikohet kësaj feste në Thavor. Shërbesa e mëngjesores do të mbahet në orën 7:30, ndërsa shërbesa e liturgjisë hynore do të vijojë në orën 8:45 minuta. Ftohen besimtarët të marrin pjesë. Kisha e metamorfozës së Zotit Krisht Shpëtimtar, qendra Thavor, pranë Ishuzinës së autotraktorëve Tiranë. Dritsona dhe neve mëkatarëve, me dritën tënde të përjetëshme, me lutje të ylindëses, dritë dhënës lavdi